do të potencoj një element shumë të rëndësishëm. Në hadithin në Bukhari është hadithi i njohur që kur të bën dikush mirë, obligohet njeriu mi thonë jazakallahu khaira, Allahu të shpërbleft. Edhe ne kur të marrim këtë definicion të fjalës Allahu të shpërbleft ka kuptimin shumë të gjana. Unë do të potencoj vetëm disa që janë shumë të rëndësishëm. Nëse ti bësh shkak që dikush më thon Allahu të shpërbleft, do ta kesh parasysh se Allahu të shpërbleft të dhash të mirat e kësaj bote edhe të dhash të mirat e ahiretit. Kuptimi i dytë i fjalës Allahu të shpërbleft e ka kuptimin Allahu të largoft nga kurthat apo nga djajt, në të cilën nuk ndalen asnjëherë, ku ka mirësi më të madhe se më thon dikush Zoti të shpërbleft e Zoti më t'i larguj djajt, në të cilën ato janë aktiv 24 orë për devijimin e njerëzve dhe largimin nga rruga e drejtë. Zoti të shpërbleft e ka kuptimin Allahu të forcoft në udhëzim. Allahu të shpërbleft e ka kuptimin Zoti të boft nga banorët e xhenetit. Pra është mirënjohje për çdo dua, për çdo dua. Pra është një lloj lutje për person. Jo, bësh shkaktar, për shkak mirënjohjes, bësh shkaktar me shumë lloje të shpërblimeve në këtë botë dhe në ahiret. Këto janë disa nga kuptimet e fjalës siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.